Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku je urdhër, para se të hani kastraveca, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Konsumi i kastravecit ju sjell shumë përfitime shëndetësore që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë. Mësoni disa nga përfitimet që merrni nëse konsumoni një të tillë çdo ditë. Sipas Brightside do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë trupi juaj nga konsumi i përditshëm i kastravecave. Ato ofrojnë një hidratim më të mirë të trupit të njeriut. Kastraveci është i njohur për sasinë e lartë të përqindjes së ujit në të. Ai pastron trupin nga toksinat, largon toksinat dhe ju mund të merrni 40% të konsumit të përgjithshëm të ujit nga ushqimet. Ai është i përbërë në masën 95% nga uji. Pra, nëse ju hani një kastravec në ditë, keni ngrënë dhe keni pirë në të njëjtën kohë. Ka pak kalori. Kastravecët janë të pakët në kalori dhe përmbajnë 15 deri në 17 kalori. Veç kësaj ai është i pasur me vlera ushqyese si fibra, proteina, vitamina C, magnezi, hekuri, zinku, mangani e të tjera. Pjesa më e madhe e lëndëve ushqyese fibrave gjendet në pjesën e jashtme të lëkurës. Ai gjithashtu është shumë i mirë në humbjen e peshës. Për shkak të kalorive të pakta dhe fibrave të shumta, kastraveci është një nga favoritët për të bërë pjesë të dietës suaj që ndihmon në humbjen e peshës, ndihmon në shëndetin e mukozës së gojës. Nëse mbani një fet kastraveci në gojë për pak sekonda, ju keni vrarë shumë baktere dhe eliminoni aromën e pakëndshme të gojës. Është i mirë kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Kastraveci përmban disa antioksidantë që reduktojnë stresin oksidativ duke ndikuar në uljen e niveleve të kolesterolit dhe sheqerit në gjak. Ai është një mundësi shumë e mirë në uljen e niveleve të stresit. I njohur si një përdorues në uljen e niveleve të ankthit, kastraveci është një ndihmës shumë i mirë në situatat tuaja stresuese. Ndihmon në shëndetin e flokëve, të thonjve dhe të lëkurës. Kastraveci përmban vitaminën A, B, C, K, mangan, bakër, kalium që janë të rëndësishme për krijimin e një sistemi imunitar të shëndetshëm. Dhe kur trupi dhe sistemi imunitar janë të shëndetshëm, shpesh kjo reflektohet në flokë, në thonjë dhe në lëkurën tuaj. Përveç kësaj, kastravecët janë të pasur me silici, i cili është i nevojshëm për zhvillimin e indeve të forta dhe lidhjen e shëndetit. Përmbajtja sulfurike është gjithashtu çelësi për të ndihmuar rritjen e flokut të shpejtë dhe të fortë. Sipas një artikulli të botuar në Kolegjin Huntington të shkencave të shëndetit, sjufuri ka aftësinë për të formuar një lidhje të fortë që kontribuon në flok të shëndetshëm. MSM, e cila përmban sjufuri, është gjithashtu e nevojshme në formimin e keratinës për thonjtë dhe për flokët. Kastraveci përmirëson tretjen. Siç u përmend në fillim të kësaj video, kastraveci përmban nivele të larta të ujit dhe të fibrave. Së bashku, këto dy lëndë ushqyese thelbësore ndihmojnë në lëvizjen e ushqimit në trupin tuaj, duke promovuar bakteriet e mira të zorëve dhe duke rregulluar lëvizjen e zorëve dhe duke parandaluar kapslëkun. Ofron një kujdes më të mirë për shëndetin e zemrës suaj. Është e njohur gjërësisht se nivelet e kaliumit ndihmojnë në muskujt, nervat dhe veshkat për të filtruar gjakun dhe si rezultat ndihmojnë që zemra të lëviz gjakun e pastër dhe të shëndetshëm në mënyrë më efikase. Në të kundërt, ullumtimi ka gjetur se kaliumi shumë i vogël mund të kontribuojë gjithashtu në sëmundjet kardiovaskulare. Kastravecët janë ndër dhuratat më të mrekullueshme që mund t'i bëni shëndetit tuaj. Duke ofruar përfitime të larta në dobi të organizmit, do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të marrë përfitimet e tij nga kjo lëndë ushqyese kaq e rëndësishme. Ndaj, nëse doni të përfitoni më shumë nga nivelet e mira të elementëve ushqyes, kastravecin duhet ta keni pjesë të dietave tuaja. Kastraveci hidraton trupin. Kur jeni shumë të zënë në punë dhe s'keni pirë ujë mjaftueshëm, hani kastraveca të freskët, të cilët kanë në përmbajtje të tyre mbi 90% ujë. Ai kompenson edhe ujin e humbur nga djersitja. Kastraveci lufton nxehtësinë e brendshme dhe atë të jashtme. Ngrënia e kastravecave ju ndihmon kundër urthit dhe përdoreni kastravecin në lëkurë për të përfituar kundër djegjeve nga dielli. Konsumi i kastravecit eliminon toksinën nga trupi juaj. Uji me kastravec vepron si një fshesë virtuale duke larguar mbetjet nga trupi. Ngrënia e rregullt e kastravecit shërben edhe kundër gurve në veshka. Kastraveci ka në përmbajtje të tij vitaminën A, B dhe C, të cilat shërbejnë për të rritur sistemin imunitar dhe për të mbështetur trupin me më shumë energji. Nëse e përzjeni kastravecin me spinaq dhe karrota, dobia e tij do të jetë më e madhe.
Kastraveci siguron lëkurës minerale të duhura, ato janë të pasur me magnez, me kalium dhe silikon. Kjo është një arsye pse ekspertët e rekomandojnë kastravecin edhe në qendra spa për trajtimet e lëkurës. Kastraveci ndihmon në tretje dhe në humbjen e peshës. Duke qenë se është i pasur me ujë dhe nuk përmban shumë kalori, është tepër i përshtatshëm për njerëzit që kërkojnë të bien nga pesha. Rekomandohet të përdoren në supë ose në sallatë. Nëse nuk e preferoni shumë, mund ta përdorni me kos. Ngrënia e kastravecit ndihmon nofullën tuaj që të sigurojë fibrat e duhura për një tretje më të mirë. Ngrënia e përditshme e kastravecit është një mënyrë shumë e mirë kundër kapsllëkut kronik. Kastraveci ndihmon sytë tuaj. Vënia e kastraveca mbi sy është e dobishme dhe shpesh qëndron edhe në qendrat e bukurisë. Megjithatë është një mënyrë shumë e mirë kundër qeseve të syve duke qenë se ka veti antiinflamatore. Kastravecat luftojnë kundër problemeve të ndryshme si ato të prostatës, të gjirit e të tjera. Kastravecët ndihmojnë kundër diabetit, ulin kolesterolin dhe kontrollojnë tensionin. Lëngu i kastravecit përmban edhe një hormon i quajtur elementi kryesor që rregullon nivelet e insulinës. Kërkimet kanë treguar se përmbajtjet me përbërës të tillë ndihmojnë edhe në uljen e kolesterolit. Kastraveci freskon gojën. Lëngu i kastravecit ndihmon mishrat e dhëmbëve. Merrni një copë kastraveci në gojë dhe shtypni me gjuhë drejt qelzës për gjysmë minuti. Pasi përbërësit e tij do të ndihmojnë për të vrarë bakteriet përgjegjëse për erën e keqe të gojës. Kastraveci bën mirë flokëve, thonjve dhe minerali silic që ndodhet te kastraveci bën flokët tuaj më të shëndritshëm dhe thonjtë më të fortë. Sulfuri në përmbajtjet e kastravecit ndihmon në rritjen e flokut. Kastraveci ndihmon në shëndetin e kyçeve, lehtëson dhimbjet nga artriti dhe përdhesi. Kur përzihet me lëngun e karrotës, ky veprim kundër dhimbjeve të artritit dhe përdhesit është më i fortë, ndërkohë që ul nivelin e acidit urik. Kastraveci lufton pasojat e të pirit, për të evituar dhimbjet e kokës në mëngjes, për natë dhe me evitime të mira të tij e përdorni kastravecin. Kastravecat përmbajnë mjaftueshëm vitaminën B, sheqer dhe elektrolite që ju furnizojnë me përbërës që ju duan për të ulur pasojat e pijes dhe kështu ndihmojnë në relaksimin e trupit dhe në një përmirësim më të mirë të imunitetit tuaj. Kastraveci është një nga elementët më të mirë të dietës suaj, duke ofruar kështu një përmirësim të tretjes. Kastraveci do të ndihmojë edhe në mbajtjen më të mirë të ngopur të trupit dhe përmirësimin e shëndetit tuaj. Një nga mënyrat më të mira dhe më të shëndetshme për të nisur ditën është edhe pirja e ujit me kastravec. Pirja e ujit padyshim që është zgjidhja e parë për të pastruar organizmin. Duke shtuar kastravecin do të ndiheni edhe më të lumtur. Pirja e ujit me kastravec në mëngjes me stomakun bosh do të ketë ndikime të mrekullueshme në organizëm. Në këtë video do të rendisim arsyet e forta pse duhet të pini ujë me kastravec çdo mëngjes. Ai është i mirë gjithashtu për hidratimin e trupit. Hidratimi është shumë i rëndësishëm për shëndetin. Njeriu humbet lëngjet çdo ditë nëpërmjet frymëmarrjes përmes urinës e të tjera. Përmbajtja e ushqimeve ndihmon në hidratimin e trupit dhe organizmi është hidratuar atëherë është energjik për organe më të forta. Është i mirë për tensionin e gjakut. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shëndetësor madhor që prek shumë njerëz në botë. Si pasojë e tij, njerëzit janë të ekspozuar ndaj ishemisë, sëmundjeve të zemrës, të veshkave dhe të syve. Sipas të dhënave, kastravecat janë burime të shkëlqyera të kaliumit, minerale të rëndësishme për njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Kastraveci është i mirë kundër mbipeshës. Shpesh etja maskohet si uri, gjë që na shton edhe më tepër urinë për të ngrënë. Vaj me kastravec është një etje e shtuar. Ai mund të kombinohet edhe me produkte të tjera për të evituar konsumin e ushqimeve të padëshiruara. Hidratimi është i domosdoshëm për lëkurën dhe paraqitjen e saj. Kastraveci përmban 95% ujë dhe është një hidratues i mirë. Sipas ekspertëve, farat e kastravecit janë të pasur me vitaminën E, kalium që ndihmojnë gjithashtu në paksimin e rrullave, njollave dhe shenjave të lëkurës. Ndaj përdorni atë vazhdimisht në dietën tuaj për të marrë këto përfitime mjaft të rëndësishme në mbrojtje të organizmit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.